Derbi mbetet me të vërtet derbi, dhe ky 118 e përligje me të vërtet të emërtim. 6 gola, tifozëri, përmbysje dhe vendime të diskutueshme të gjyqtarëve. Gjithçka që mund të pritej nga një derbi. Një pikë fituar nga Partizani, por mbasi 2 të humbura nga Tirana, ndonse për njëri Starova nuk kanë kohë. Në një atmosferë të ndezur, gjithçka u ndez edhe më tepër, vetëm 120 sekonda pas pushullimit së kryesorit Taulau, kur Junior e kalon nëpërsi Partizanin dhe shtank tifozërin bardheblu. Minutat kalojnë e Tirana duket e paqartë në lojën e saj, por për bardheblut mendon Patushi, i cili godet nga larg dhe përshëndet mrekullisht rrjetën e Mustafës. 1-1 dhe Tirana zgjohet 10 minuta pas golit fituar nga Junior. Bardheblut kërcënojnë të kalojnë nëpërsi dhe janë Rakli e Fortuzi që shfaqen rrezikshëm para portës së Mustafës, por pa e përshëndetur dot rrjetën e këtij të fundit. Rakli përfiton nga një mbrojtje e përgjumur e Partizanit, në vizbukun e zonë godet, por Mustafa kushton. Gjithsesi, aksionin ndjek Fortuzi, i cili përshëndet rrjetën e Tiranës dhe vulos kështu përmbysjen e Partizanit. 2-1 dhe ky do të jetë edhe rezultati i pjesës së parë, pavarësisht nga përpjekjet e Biliktaşit në 2 goditje të lira, por pa rezultat. Pjesa e dytë fillon pa ndryshime në formacion dhe është përgjithsisht e barabartë në minutat e saj të para, por në minutën e 9 të kësaj pjese është një sulm i Partizanit i cili përfundon pa sukses. Lojtarët e Partizanit kërkojnë që sulmuesit e tyre brazilian të jepet ndihmë e shpejtë, por Tirana nuk pranon dhe vazhdon lojën duke përfituar dhe duke dhënë mundësi Nekrës të godas saktësisht vetëm poshtë për të tretën herë Mustafën. 3-1 dhe Tirana është në delir. Gjithsesi, Partizani kundërpiqet në minutën e 21 të pjesës së dytë, kur Bake godet nga larg por pa rezultat. Një minutë më vonë, Rakli është i vetëm me Mustafën, por ky fundit është më i shpejt dhe shmang rrezikun. Në minutën e 24 është Rakli që godet por pa saktësisht dhe vetëm pak sekonda më vonë Fortuzi është i lirë në zonë, por vonohet dhe mbrojtja e Partizanit largon rrezikun. Në minutën e 30 të pjesës së dytë, Rakli përfiton nga pasimi i zgjuar i Fortuzit, por godet mjaft keq. Ndërkaq, në sulmin tjetër që vijon, në skajin tjetër të fushës, është një rrëmuj në zonë ku pengohet një lojtar i Partizanit dhe gjyqtari Taulau nuk heziton të japë 11 metrash. Përgjegjësinë e 11 metrash do ta marrë përsipër kapiteni Bilikbashi, i cili do të shkurtojë diferencën me një goditje të saktë. 3-2 dhe Partizani papritur fillon të besojë. Fillon të besojë edhe te një pikë që e konsideronte të humbur dhe nuk vonon të vijë ajo pikë në minutën e 86 kur pas një sulmi është i sapofuturi Bernardo Carvalho, i cili finalizon me sukses dhe barazon shifrat në 3-3. Gjithsesi, fjalën e fundit raket Tirana dhe mundësia i paraqitet Merkoçit, por ky tregoti pasaq, duke shkuar dëm mbase të vetmen mundësi që mund të kishte për të siguruar një 3 pikësh për Tiranën.